Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Nderi dhe kënaqësia gjithmonë është e madhe kur kem njerëz dhe shqiptarë shumë të suksesshëm anë mban këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Me kënaqësi sot do të flasim edhe do të kem një ndër kandidatët për Këshillin e Bashkisë në Louisville, Texas, Adrian Doho. Shqiptarët janë shembull integritetit, familjes dhe udhëheqësisë. Dua që me të vërtet pa durim ta shoh ambientin e bukur siç e keni prapavjen shqiponjën, flamujt, gjërat më të bukura. Adrian, si të kemi sot dhe faleminderit për kohën tënde që sot ke gjetën të jesh së bashku me neve dhe të uroj suksese të pafundta. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Shëndetje Noli, faleminderit nga zemra. Dëgjoj, unë e di se ti je i lindur në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe preardhja juve është nga ana Maqedonisë, Dibër Strug andej, por pasioni yt dhe vullneti yt familjar të juaj dhe ti ke pa një gjë shumë të bukur që duhesh të jesh një person shumë i shkolluar, i edukuar dhe të vije puna të bësh një ndër kandidatët. A ka gjë më bukur? Po, vendosa të kandidoj sepse kam rritur 3 fëmijë këtu. Familja jon kemi disa biznis familjar për 3 brezash dhe e di nga afër ato që po përjetojnë familjet sot. Më shumë trafik, shqetësim për sigurinë, rritje. Po, na fal pagës se jam i lindur këtu gjuhën se flas shumë pastër, po do akasim sa më mirë të komunikojmë për të bashkojmë për të kritet të mësojmë brezin e ri për oportunitetat dhe integrimi të shqiptarët të Amerikës. Shiko, ti gjithmonë je me Amerikan, punon me Amerikanë dhe është kënaqësia jonë që sot në të flasim shqip me atë stanieri din, por shqipja jote duket sot po shkëlqen në studion tonë. Adrian, desha të pyes, pse ke vendosur të bësh një kandidat për atë qytetin e Louisville-it? I thash më herët, familja jon kemi disa biznis për 3 brezash dhe e di nga afër që po përjetojnë familjat sot, më shumë trafik, shqetësim për sigurinë, rritja të koshtave dhe frikën se rritja e shpejt mund të ndryshojë karakterin e lagjet tona. Po marr përsipër këtë hap sepse besoj se bashkia do të jetë praktik e përgjithshme dhe me komunitetin në rast të para e fokusuar të rezultatet jo të politika. Çfarë problemesh mendoni se ka sot Louisville dhe si do ta zgjedhni atë problemin? Shive, prioritetet e mia kryesore janë siguria publik dhe rrugë më të mençura, rritja e zgjuar që mbron lagjet dhe udhëheqja e përgjithshme që e mban Louisville-in të përballueshëm gjërat bazë që ndikojnë jetën e përditshme. Si do të sigurohet që zhvillimi i qytetit mos dëmtoj lagjet edhe familjet? Sfidat më të madhe që dëgjoj janë siguria, bllokimit e trafikut, presioni i përballueshmërisë dhe zhvillimi që ndonjëherë duket shumë e shpejt ose pa koordinuar mirë. Çështja ime është të qëndroj i përqendruar të ajo që banorët përjetojnë çdo ditë, të dëgjoj fillimisht, të përdor tregues të qartë dhe vendos prioritetet dhe të shti hap praktik që përmirësojnë rezultatet, sidomos për rrugët, reagimin në emergjencia dhe mbrojtjen e lagjeve. Si e mendoni për taksat, si duhen të jenë taksat? Neve në shtetet e Teksasit i kemi taksat mal të urta të gjithë të Amerikës, po plus jemi tepër nga buxheti, kemi tepër 42 bilion dollar në Teksas, jemi ekonomia e teti në gjithë botën. Për taksat nuk kemi nevojë të arrisim taksat, po kryesorja është të miremi vesh me këto të shtetit edhe ato në Washington DC ti mbajmë taksat ku janë, s'ka nevojë të rrisim taksat. Çfarë do t'ju dallon juve prej kandidatëve tjerë?
Si janë ata tjerë dhe si do t'jeni ju? That's a great question. There's a lot of difference between me and my other candidates. Fillon me buxhetin të disiplinuar dhe ndërgjegjshme për koshtat. Do të qasim vendime të qytetit ashtu siç veprojnë familjet, të vendos nevojat përpara dëshirave, të shoh kostat dhe të kërkoj llogarinë dhe shpenzimet nga qyteti. Si krijetari i projektit Louisville 2035 dhe pronar restoranti, kam kaluar vit duke shërbyer njerëzve ballë për ballë, duke dëgjuar, menaxhuar buxhet dhe zgjidhur problema real shpejt. Sepse kështu është jeta kur je përgjegjës për një biznis dhe një ekip, po ashtu jam i fokusuar të mbaj këtë gjarë lokal dhe pozitiv, zgjidhje praktik, udhëheqje e qëndrueshëm dhe respekt për të gjitha, pa zhurmën e politikës kombëtare. Sa është mbështetja shqiptarëve tonë atje në Teksas nga ana juaj? Neve nga Teksasi kemi shumë ndihmë, na ka ndihmuar komuniteti, qytetarët të Teksasit këtu në Louisville, edhe ka një rëndësi shumë të madh për mua se si fëmijë kam kujtim të bukura kur mësonja gjuhën e nënës tim në qendrin fundi i përbashkët shqiptar në Paterson, New Jersey, mësuam për trashëgimin ton dhe organizuam shumë demonstrata në Washington DC, në New York për të mbrojtur çështjet shqiptare. Komuniteti ka qenë burim, motivim, shërbimi dhe krenari njerëz që besojnë te puna e ndryshme. Besimi, familja dhe dhënia mbrapsht, qendra jon kulturore është gjithashtu me selli në Louisville. Ne jemi një nga të paktët organizatat në diasporë që nuk ndahet sipas vendodhjen nga ku vjen secili. Përkundrazi fokusohemi të sfidat e përbashkët shqiptar për të bashkohem të gjithë antarët në Teksas. Jam gjithashtu antar i Albanians for America. Ky komunitet veprimi politik është një nga organizata më të fuqishme lobime në Amerikë. Çfarë mesazhi ke për shqiptarët që jetojnë në Teksas dhe në SBA? Mesazhi im është të jesh krenar për atë që jeni dhe për ardhin tuaj. Dhe mos e vlerësoni kur aftësinë tuaj për të udhëhequr, angazhoheni lokalisht, votoni, boni vullnetar, shërbëni në bord, merrni pjesë në mbledhjet e qytetit dhe edukoni brezin e ri të besoj si e takon çdo dhomë kur merrin vendime. Historia e komunitetit tënë është histori qendres dhe kontributi, le të vazhdojmë dhe të ndërtojmë. Dhe do t'ju pyes pak për familjen e juaj të ngushtë. Për familjen tim është typical immigrant story. Babai im ka ardhur nga 1968-s, pre nga Italia, ka ikur pe Jugoslavia me atë kohë, ndër komunizmin, dhe ka fillu në New York, pasaj në New Jersey, nga 69-ën, edhe ka fillu të punoj si shumë shqiptar, me 2-3 punë, kemi pas restorant, pasaj fillovi me banesa, po ishte ndryshu qyteti shumë Patersoni edhe neve u vendosëm nga Teksasi. Kemi pas fat që kemi shumë shqiptar të përparume këtu, ama gjithashtu une edhe kam qenë vullnetar për komunitetin e New Jersey, edhe këtu në Teksas, edhe kemi kalu shumë mirë me komunitetin të Teksasit. Si është të hecën fushata juaj? Sa keni mbështet, sa keni përkras njerëz që e donë rrugtimin tënd, e duan punën tënde, e duan mendjen tënde që ju jep për publikun? That's a great question. Let's see, where can I begin? Po shkon në mënyrë të jashtëzakonshme dhe po e ndërtojmë siç duhet. Jemi të fokusuar të takojmë njerëzit, të dëgjojmë, të organizojmë vullnetar dhe të fitojmë besim përmes bisedave real, me votim e hershëm që fillon me 20 prill dhe ditën e zgjedhjeve me 2 maj. Po qëndrojmë të disiplinuar dhe të qëndrueshëm çdo javë.
dëshirojmë të kujtojmë shikuesve tuaj të mbështetin fushatin tonë në GoFundMe, sepse financimi e një fushat është shumë i kushtoshëm. Cila është e strategjia e juaj që të besojnë qytetarët për më të votuar tyje? Strategjia është kështu, të dëgjoj së pari, të jemi këtë dhe respektueshëm dhe të jem specifik për zgjidhja praktik, pa premtim të teprua, dua të votuesit të pavendësuar të ndidhen të dëgjuar, jo të mbindur me zor. Pastaj do të veproj me prioritetet të qarta, komunikim, transparent dhe një ton që të qëndrueshme që mban këtë ngjarje të fokusuar të Louisville-it. Se Louisville, qyteti, duhet të votojë ty. Çka do t'ju afrosh ti? Sepse kam një histori të provuar shërbimi për qytetin përmes rritjes tim dhe burimeve që sjell. Do të fokusohemi te ajo që ka më shumë rëndësi për banorët e përditshme, lagja me të sigurta, trafik me të rrjedhshëm, rritja e zgjuar që mbron familjet dhe buxhetin i përgjithshëm që respekton kushtat tuaj të jetës. Na dërgo pak për këtë amblemin e bukur që ke pra. Qendra kulturore shqiptare këtu në Louisville, Texas, bashkë këtu ku në qendër, është të formu nga shqiptarët për Shqipërinë, Kosovë, Maqedoni, janë formulu edhe kanë fillu këtë komunitet. Edhe kjo është njëna nga komuniteti që jemi së bashku të kritika. Ka lidhje nga komuniteti çdo herë është afron edhe kanë ndihmu dhe për tuli problema që kemi pas në Kosovë, jemi bashkur, kemi arrit pare për çdo problem që ka pas në komunitet, qendra ka qenë atje çdo orë të ndihmojë. Sa shoqata janë të përbërme atje në Teksas? Sa është vetëm një shoqat apo ka më shumë, edhe sa është numri i popullatës tonë shqiptare që jetojnë në rrethin të Teksasit? Keni një informacion? Sigurisht. Si që dim, neve njërë sot jemi afër 20.000 banor në Teksas që janë shqiptar. Kemi arrit 500 biznisa kështu si restorante që punojmë së bashkur, neve jemi një komunitet të bashkur edhe kemi fuqi në këtë bashkimin dhe kemi fillu biznisat, restorantat të lidhemi me kompania të mëdhenja si kur Coca-Cola, për pijet, si kur Cisco Foods, për distribumi i ushqimit. Edhe sebet këtë bashkis kemi arrit njaft pare për të mbajmë komunitetin dhe të kemi programa si shkollën Shqip, si funda për fakultetin për antare të komunitetit. Edhe tani kemi fillu me të arritin komunitetit, e din shumë mirë Teksasi shumë i madh. Kemi fillu me të bashkojmë me shqiptare të Houstonit, të San Antonios, të Austin, edhe javash kemi fillu të arrisim këtë komunitet, ama qëllimi është neve të bashkojmë si komunitet. Ju nuk jeni vetmi që po garoni për kandidat, kemi edhe njerëz që po garojnë për në senatin e shtetit, te kemi njerëz shqiptar të suksesshëm. Si e ndjeni veten kur keni edhe tjerë shok shqiptar që vinë në government, domethënë në shtetin amerikan, që të hapin atë kontributin e vetme sa kanë mujtur, sa kanë të mundur. Si ndjeni jo, si vlerësoni këtë? Neve jemi kënaqë të kemi fillu të mobilizojmë komunitetin të im në këto pozita të fuqishme. Për shembull, e kemi Gjino Miliqin, njëni nga antarët tonë, edhe plus tani kemi një vajzë e re, Elda Rata, quhet, ajo është prej nga Kosova, po ka fillu ka një 3-4 vjet këtu në Teksas, edhe ajo fillon për qytetin në Keller. Po qëllimi është duhet të bashkohemi, duhet të futemi në këto pozita të shtetit ose këto pozita të fuqishme
që të ndërgjojnë zërin e komunitetit shqiptar në gjithë Amerikë. Sa është suportimi shqiptarëve në përmes vetës atje në Teksas, sa ndihmojnë njëri tjetrit? Për ndihmë çdo herë jemi bashkumun në çfarë, situata, çdo herë jemi të bashkumun këtu në Teksas, se sebeb kësaj komunitetit kemi pas bas ku mundet të lidhemi. Për shembull, fëmijët e mi vinë në shkollë çdo të diellën këtu, edhe miren me shqiptar pe venda tjera, edhe mësojnë gjuhën, mësojnë kulturën, po beshtimi ka shumë i fortë. Kemi arrit mjaft vullnetar, kemi arrit pak pare, edhe kemi fillu me campaigning ton, edhe mendoj që jemi shumë i suksesme në maj 2 kur do fillojnë votimat. Sa janë të interesuar shqiptarët e tonë atje ku jeni jo që ti inkuadrojnë fëmijët vinë në shkollë, që të mësojnë sa do qoftë pak gjuhën tonë shqip, mos ta harrojnë. Shife, nuk është kollaj, shumë e vështirë është për shembull të diellën janë shumë restorante të hapura dhe është zord, po neve ndihmojnë njërin tjetrin. Unë për shembull i marr fëmijët të motrës tim, i bie edhe një herë, po i vinë shumë interesant fëmijëve se çuditen kur e shohin një vend me kaq kulturë, me kaq respekt pe komunitetit, plus për të mësu tulifar mënyre të historien tonë. Edhe mendoj se unë mbaj mend si fëmijë, jam kënaqur si fëmijë kur kam qenë ke qendra shqiptare, dhe mendoj se është diçka fantastik për komunitetin tonë këtu në Teksas. Sa herë vizitoni Maqedoninë, vendin e prindve to? Keni vizituar ndonjëherë apo shkoni? Neve shkojmë shumë shpesh. Mua zemrën e kam në ohër pe nga vinë babaj tim, shumë i bukur, është vendi pa menshun. It's a beautiful, beautiful place. Vetë që problemi është nuk kemi ligje si kemi këtu si shqiptar. Edhe plus ekonomia në Maqedoni nuk është si të Teksasit, po për të shkumun në Shqipni, në Kosovë, në Maqedoni, vit për vit i qoj fëmijët edhe i qoj prindrit, se jetesa është atje shumë ma bukur se këtu në Teksas. Shive këtu të Teksasit, shqiptarët e diasporës janë shumë e fuqishme. Jemi me biznisat mëdhonja ose restoranta, fabrika njënin tjetrin. Po qëllimi është se bashkohemi, i ndihmojmë njënin tjetrin, po të vije do njëni të re këtu në Teksas, interesohemi me vëllezërit tonë, si mund të ndihmojmë, si mund të arrisim biznisin, edhe ajo është qëllimi jonë këtu në Teksas, të bashkohemi, të bëjmë më të fuqishme. Si akseptoni politikën shqiptare në trojet tona, Kosovë, Maqedoni, Shqipëri? Po ne jemi shumë aktiv me politikën të Shqipërisë, të Maqedonisë, edhe më tepër të Kosovës. Kemi pas shumë fjallor me njerëz që janë në Washington DC. Për para 2-3 javë u mblodhën me dysa të përshevës, Shaib Kamberi, bon vakije njefën, po jemi shoqënu me këto njerëz në pozitat të fuqishme në Washington, edhe duhet të mbrojemi se Serbia e ka lobbying shumë e fuqishme. Edhe për atë punë duhet të bashkohemi, duhet të ndihmojmë njënin tjetrin, jo vetëm për neve në Amerikë, po edhe për ato që janë në Shqipni, në Maqedoni, në Malzi, të ndihmojnë njënin tjetrin. Si e vlerësoni vizitat e krerëve tanë shqiptarë, si që janë presidentat, kryeministrat, si e vlerësoni vizitat e tyre kur vini, dhe sa jeni të hapur me ta për t'ju suportuar ata dhe t'ju ndihmuar me sa ka mundësi? Fjala interesant, ato çuditën çdo herë kur vinë në Teksas të shohin një komunitet shqiptar kaq të organizuar, kaq të bashkuar, ka qenë Vjosa Osmani, Albin Kurti, edhe Dua Lipën e kemi pas si mysafir këtu ke komuniteti Jamashdor. Pyetjen si jeni organizuar si komunitet shqiptar, ku ka marrëveshje, ku ka bashkim, edhe çuditen kur vinë ke këtë komunitet të bukur, ta shohin këtë buildingin të bukur në mes të Teksasi.
edhe çdo herë na kanë ndihmu me libra, me çfarë do lloj ndihmë, po jemi në kontakt me leadershipin ton në gjithë botës, edhe neve derën e kemi qelë për çdo njënin. Sa kisha pas dëshirë, lindin shqiptar sikur ti edhe shumë e shumë tjerë. Nëse më pyet pse, është kënaqësi edhe është krenari e madhe që me të vërtet familja juaj që kanë ardhur nga Ohri dhe jetë puna të lind një djalë dhe të arrit një sukses të madh që të mendon edhe për komunitetin të vetë shqiptar, por edhe për amerikanët që të pije një gjë të bukur. Atëherë do kisha dëshirë një mesazh të madh nga ju për të gjithë shqiptarët edhe për të gjithë njerëzit që ekzistojnë. Noli, faleminderit shumë edhe juve për ndihmën, po unë e besoj se prindet trona kanë jekur shumë, kanë akatur për fëmijët, edhe është turp neve mos përparojmë si komunitet për prindet tona, ti kënaqem prindret sepse kanë ardhur këtu në Amerikë pa asgjë, kanë ardhur për të mirën të familjes, të arrisin të na çojnë për fakulteta, të bëhemi doktor, advokat, po duhet me bashkim edhe duhet të përparojmë si komunitet. Po unë mendoj ka ardhur vakti që shqiptarët të gjithë botës do jemi forca më e fortë të gjithë botës, po të bashkohemi do jemi më të fuqishme në botë. Atëherë për fond, do të thoja një falënderim shumë të madh që ke gjetën sot kohën të jemi së bashku, edhe me të vërtetë është krenaria e kombit tonë shqiptar, që njerëzit tonë, shqiptarët e tonë po arrin suksese dhe posedojnë edhe vendet zyrtare, shtetërore që ti posedojnë. Kjo është një gjë shumë e bukur. Adrian, të falenderoj shumë, të dhash Zoti jetë të mbarë, suksese, edhe I want you to win, why not? Faleminderoj nga zemra. Thank you so much for this opportunity, Noli. I can't thank you enough. And we will win. We will keep on winning because Albanian people never give up. Atëherë, pra të faleminderit shumë, ishte kënaqësia jimja e jona që të patëm në Noli Show, Noli TV. Mirë mbeqi dhe mirë ndëgjofshin deri në sukseset e tua të ardhshme. Ti nuk do të ndalohesh me sapo më të kuptoj, edhe atëherë gjatë vijimit të punës tënde, kur të dalësh në mandatin e juaj, do të kem besa një intervistë edhe më të madhe dhe të shikojmë fuqinë tënde dhe pozitivitetin tënd të punës se si ti e ban. Faleminderit shumë, Noli, gjithë të mirat. I look forward to hearing and seeing more of your great shows. And if there's anything we can do to help. Noli, faleminderit shumë, ju përshëndes, gjithë të mirat. Të nderuar shikues dhe dëgjues, ishte kënaqësia jonë që me të vërtetë suksesi i shqiptarëve nuk po ndalon aq që po arritin edhe në përzyrët e Bashkisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Texas edhe kudo që. Mirë mbeqi dhe mirë ndëgjofshim deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV në kanalin 39 në TV Al dhe në kanalin 249 në Nimi TV. Mirë mbeqi.